Kur iku Fatosi, kur ikëm ne nga qeveria, ky mirë që ikëm nga qeveria etj, unë isha djalë i ri, kujtohet domethënë. Ky na detyroi gjithë të lenim atyre pasardhësve, unë ja kam lënë zyrën këtij vllajt Azemajdarit në 10 orë domethënë. T'ja lini me dosje pune. Profesor Xenofon Krisafi ishte sekretari i përgjithshëm i Këshillit Ministrave. Po. Dhe na e bënte gjithë kokën kaq. Sepse Fatosi ishte në merak që përveç që i la arkën plot atij zotërisë. Ky ishte herë e parë që dorëzohet pushteti me ceremoni, flas në Jo, nuk pranoi Berisha dorëzohej me ceremoni, se Fatosi donte t'ia dorëzonte atij në zyrë 3 dosit. Po kjo ishte herë e parë që pushteti u dorëzua, pra pjesa që i mungon Berishës është pjesa e qendrit reformator. Po pse? Reformator i shtetit, pra i administratës publike, i depolitizimit të administratës. Se kur erdhi Berisha e politizoi prapë administratën. Domethënë, kur erdhi Fatosi në 97-ën, me që këtu jemi në një web TV privat, domethënë bërë nga miq gazetar, domethënë, kur erdhi Fatosi në 97-ën, Fatosi gjeti vetëm një televizion. Të kujtohet. Për të shehë. Radio Televizion Shqiptar. Dhe kur iku në 2005-ën, Shqipëria kishte disa herë më shumë televizione private, cilat ishin të gjitha shumë të fortë se RDSH. Si bëri Fatosi bëri ato? Fryma e Fatosit, më thonë. Fryma që krijoi. Kur iku Fatosi në 97-ën, një banka, 2 banka kishte, ato ishin shtetërore, kur erdhi Fatosi në 97-ën. Kur iku Fatosi në 2005-ën, sistemi bankar ishte bërë tashmë modern dhe në tregun tonë bankar kishin hyrë banka të tilla si Intesa San Paolo, që është numri 2 i bankave në Evropë sot, apo dhe bankat të tjera, domethënë BKT, Raiffeisen e tjerë.